Në këtë momente sapo ka përfunduar ceremonia në nderim të një figure të madhe të sportit shkodran dhe atij shqiptar, nderit e kombit Faruk Kalleshi në ditën e 80 të detinës së tij, duke u nderuar edhe me një titull të madh për paqen. Skënder Doda ishte njëri prej atyre pjesëmarrësve të listës VIP, mund ta konsiderojmë kështu, që e vlerësoi me pjesëmarrjen e tij Faruk Kalleshi në këtë ceremoni, madje foli edhe në podium me fjalë shumë zemre, me fjalë emocionuese, ndërkohë edhe për ne diçka me konkrete. Ju falenderoj Gac. Sot ishte ditë e veçantë sepse kremtuam 80 dhjetorin e mjeshtit madh Faruk Kalleshi, i cili gjatë jetës tij ka shumë trofe dhe unë kam pas fati që kam marrë pjesë në disa ceremoni të tilla me Farukun shumë vite përpara dhe kam thënë të shprehen që Faruk ty çdo medalje metalike që ta vën gjoks, thjesht ato vën një medalje hekuri në një statuj Florini, sepse ti je Flori në pikpamje të sportit, sepse ai me disiplinën e tij, me vullnetin e tij që karakterizonte, u bë ylli i sportit shqiptar, ngriti pesh zemrat e gjithë shqiptarëve, jo vetëm të territorit Shqipërisë administrative, por gjithë kombit shqiptar. Dhe ndërkohë Faruku mbetet një model i njeriu të përkushtuar, sa ndaj familjes, ashtu dhe ndaj vetes tij, sepse ti je 80 vjeç dhe të kesh këtë formë sportive siç ka sot Faruku është gjë e madhe. Unë ju falenderoj ju zoti Gas, sepse promovoni vazhdimisht vlerat më të mira të njerëzve, të cilat duhet bëhen model për gjithë shoqërinë. Dhe Faruku është një nga këto, të cilët ju e keni transmetuar edhe herë tjera, keni qenë prezent. Janë ceremoni që japin shumë kuptim edhe jetës njerëzve. Me Skënder Dodën kemi pasur rastin të kontaktojmë edhe herë të tjera, ka folur edhe për mediat të Shkodrës, ka folur posaçërisht për Veriu Sport, për të cilin po flet edhe tashmë në këtë momente, sidomos për kampionatin evropian të policisë si drejtues i organizatës. Kampionati botëror. Kampionati botëror i futbollit për Policinë Shkodër. Në cilësinë e kryetarit, të presidentit të IPAS, organizata evropiane e policisë. Unë kam thënë edhe etj dhe nuk do rresht sfolmi, që Shkodra ka qenë promotori i mjaft aktivitete ndërkombëtare të IPAS dhe si thush përmes Shkodrës, përmes dashamirësisë, pushtetit lokal, biznesmenëve të Shkodrës, të gjithë miqve, ne arritëm bëm një aktivitet që kemi vendosur standard. Tashi po pikëtojmë me zhvillu aktivitete tjera dhe nuk arrin dot standardin tonë. Kjo është e vërtetë. Dhe Shkodra ka merit. Shkodra ka thënë gjithmonë, unë kam një admirim veçantë për Shkodrën sepse janë njerëz mjaft gjeneroz, mjaft përkushtu, janë edhe atletar. Dhe kur themi Shkodër, padyshim edhe protagonisti i këtij eventi, Faruk Kalleshi, është produkt i Shkodran. Kampion rekordmen disa herë për shumë vite me radhë, me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtaren. Na mbylli Faruk Kalleshi sot. Ju urojmë edhe një herë Faruk Kalleshin. I kam thënë far ujku, je i fuqishëm. Skënder Doda, faleminderit për Faleminderit Gaspar.